nuk ka shqiptar Kosovë që s'është me kredije. Dhe të mbjetosh vetëm prej pagës o problem. Dhe sot një familje 5 antarë siguron do të pas minimum 1.500 euro të hyra për harxhime familjare për shportën cilën bëhet. Kur të kemi të gjitha këto, atëherë del ndoshta kjo shumë, cilën unë e kom analizu kështu. A ka mundësi të përballosh dikush është shumë problem, a ka mundësi të gjenë punë për të punu është shumë problem, por që tha më herët mos të humbet optimizmi, kemi mundësi të bëjmë shumë gjëra të mira gradualisht, por mendoj që familjarët, po dhe të qenë njëri i familjes dhe të jesh kryesori një familje, do tjetë ndoshta shumë probleme, ndoshta ka filluar mendoj edhe një stres personal i njerëzve të cilët mendojnë që si t'ja dalim deri në fund. Unë mendoj që zhvillimi ekonomik është prioriteti një shtetit, shtyllat kryesore është ekonomia një shtetit, dhe mendojmë që shpejt të ndryshon politikat ekonomike dhe me këtë pagën minimale që ka bo tash në ndryshim, besojmë që kjo do të rritet paga minimale të jetë më e madhe dhe bigjeta të rregullohet edhe siguria e cila është një problem shumë i madh i ligjit shëndetësor, ku ne të smuremi do të kemi probleme të shkojmë të shërohemi dhe do të na kushton një kosto kogje e madhe dhe do të shkojmë sepse kushtet në mjekësi janë shumë të këqija, të themi realisht, dhe duhet të gjejmë një formulë tjetër ndoshta ku që është shumë qytetarë dhe po shkojnë të gjejnë mundësinë e shërimit jashtë shtetit. Dhe këtu ku të bëhen të gjitha një prind duhet t'i mendojë këtu, sepse do të na vijë koha që duhet të smuremi ose të smuhemi dhe është një fatkeqësi e madhe në të ardhmen dhe mendojmë që këto të gjitha t'i bëjmë këto problematika të jenë njerëzit të cilët të bisedojnë dhe ta marrim si fokus që problemet tona qytetare të zgjedhemi së bashku, sikur që tha të kemi, sikur që kemi qenë më të herët të unifikuar, të bashkuar dhe së bashku përsëri kur ne kemi bërë këtë mundësi, këtë mund kaq të madh dhe bashkë kemi mundësi të bëjmë ndoshta edhe më të mirën dhe unë jam veti pestin në familje dhe asnjë përveç me që jam i punësuar dhe kemi biznisin familjar, kur të fëmijët i kam me shkollë, me fakultet. Kjo është një problem shumë i madh për punësim. Që tha më herët nepotizmi. Me të vërtetë nepotizmi ka qenë dhe nuk do të dalë në një mentalitet ballkanas, i nuk shikohet sa din apo çka ka të krymë. Dhe kjo do të zgjidhet dhe mendojmë që ligji të punojë sa më shumë dhe të shikohet ai që e meriton të jetë pjesa e tij, institucioni, asoj pune dhe ta merr me profesionalizëm. Unë mendoj kështu, nuk di si ta them pak më elaboru më gjerësisht, por kjo është çështja familjare për momentin, të cilat i ka probleme të brendshme ekonomike.